E të dashurmit, sot të ftuar në studio kemi Merita Emrullahun, përveç se si autore e librit, ajo gjithashtu është edhe një flautiste mrekullueshme. Besoj që ndëgjuat edhe ju fillimin e kësaj bisede me një ritëm të mrekullueshëm nga Merita. Përshëndetje Merita dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, gëzohem për ftesën, mirë se u gjeta. Është rëndësi të kemi në studio dhe sot kemi shumë çka për të biseduar me ty. Ke shumë talente, si me flautën, si me librin, gjithashtu je edhe në shkollën e mesme të mjekësisë. Si arrin ti mbash të gjitha? Është një përkushtim vërtet i madh, por kur ke pasion, vullnet dhe dëshirë, arrin të gjitha ato çka dëshiron. Duam të dim se kush është vajza pas librit Gonxha Qeli? Një prezantim të shkurtër timin, ashtu? Patjetër. Atëherë unë jam Merita Emrullahi, e lindur më 23 mars 2006 dhe jam domethënë nga Tetova. Tani jam në studime në vitin e parë të Fakultetit të Shkencave Mjekësore, apo mjekësi e përgjithshme. Pse zgjodhe pikërisht titullin Kur Gonxha Qeli dhe çfarë mesazhi fshihet pas saj? Atëherë, emri Gonxha ishte nov, që nga fëmijëria ime, edhe mesazhin bile se kam potencuar edhe tek poezia kryesore e librit, simbolizon domethënë qeljen e një guximi për të shpalosur themi gjitha ato inspirimet e brendshme për t'i ndarë domethënë edhe me të tjerët. Është vërtet domethënë një guxim. Kur e kuptove se ky rrëfim duhej të bëhej libër? Ndoshta kur ishte domethënë synimi që nga poezitë e para që kisha shkruar, edhe atë kisha që synim që të bëj një përmbledhje dhe në fund domethënë ta botoj si libër. Sa nga vetja jote personale gjendet në faqet e këtij libri? Ka domethënë poezi edhe që e kam shkruar domethënë nga gjendja ime shpirtërore, si jam dhe unë vërtet, ka poezi dedikuese, ka tematika të ndryshme si ato të dashurisë, sociale e tjerë. Cili ka qenë momenti më emocionues gjatë shkrimit dhe botimit të librit tënd të parë? Zakonisht domethënë janë gjithmonë ato poezitë e para, ndërsa pjesa më emocionuese e librit do ta quaja ishte pjesa finalizuese, dita e promovimit të librit tim me 17 e prillit domethënë. Shumë mirë. Nëse do duhej të zgjidhje një fragment të vetëm që të përfaqëson, cili do të ishte dhe pse? Një fragment të vetëm. Talenti pa vullnet dhe pasion dhe përkushtim punë nuk është asgjë. Shumë mirë. Përveç letërsisë ti merresh edhe me muzikë, por gjithashtu je edhe në shkollën e mesme të mjekësisë. Si lindi dashuria jote për flautën? Fillimisht më trego. Ka qenë flauta para shkrimit ose shkrimi para flautës? Atëherë flauta ka qenë para shkrimit, para pasionit tim për mjekësinë. Që dashuria jote e parë. Po, dashuria ime e parë ka qenë muzika. Edhe, domethënë kur jam regjistruar në shkollë fillore të muzikës, nuk e kam ditur instrumentin e flautit, më vonë e kam mësuar, edhe më ka tërhequr pastaj shumë si instrument, kam marrë pjesë në gara rajonale komunale shtetërore, edhe këto më kanë mbajtur të motivuar që ta vazhdoj, po me që në periudhën e viteve të fundit ku unë duhet të përzgjidhja një shkollë të mesme, edhe nga ajo pastaj të destinoja drejtimin tim se çka do të bëhesha realisht, domethënë unë si identitet, ishte kohë pandemie. Edhe koncertet nuk mbaheshin edhe vendosa që të zgjedh domethënë mjekësinë, se kisha edhe këtë si pasion, edhe pastaj kur hyra në shkollë të mesme të mjekësisë, dija që synimi im do ishte mjekësi e përgjithshme, që të vazhdoj domethënë studimet për të bërë një mjeke. Po, megjithatë, domethënë, edhe nga fillorja jam marrë me shkrime, hartimet janë cilësuar gjithmonë si më të mirat në klasë që i kam pasur, por nuk e kam ditur atëherë që e kam edhe aq themi talent apo pasion pjesën e shkrimit. Mandej nga shkolla e mesme, domethënë në vitet e fundit, kur vazhdova që të shkruaj më tepër, nisi shoqëria ime ta dalloj këtë potencial edhe më thonin vazhdimisht ti nuk duhet ndalesh, duhet të shkruash edhe duhet ta botosh një libër. Edhe këto fjalët mua më erdhën motivuese, më erdhën pozitive, edhe nisi të shkruaj kështu për qejf. Edhe vendosa atë synimi se unë duhet ta botoj një libër, edhe pastaj çdo poezi që shkruaja e korrigjoja edhe arriti deri tek përmbledhja, deri tek botimi.
Që nuk kupton, mos t'ishte korona, ti sot ndoshta nuk do t'ishe pjesë e mjekësisë. Ndoshta po. Nuk do t'isha pjesë e mjekësisë, por nuk jam bërë pishman. Nuk jam bërë pishman. A je penduar për këtë zgjedhje? Nuk e di, e shifsha veten, jam person që nuk merrem vetëm me një gjë. Ashtu e ndjej veten të përmbushur kur merrem me më shumë aktivitete. Edhe flautën gjithmonë e kam pas që nga viti i parë i shkollës mesme të mjekësisë, unë e kam dalë, domethënë, në çdo festë kulturore, domethënë në festat e 28 nëntorit, 7-8 marsit, unë kam marrë pjesë domethënë me instrumentin e flautit, edhe e kisha gjithmonë ta mbaj edhe si hobi. Thoja edhe nëse do vazhdoj të themi ndonjë drejtim më themi tron, sepse mjekësia me muzikën nuk peshon njëjtë, edhe doja që ta përmbush edhe ëndrrën e mjekësisë, ndërsa këtë domethënë ta mbaja si hobi. Shumë mirë. Tani, ku e gjen veten më së shumti? Me cilën je më e afërt tani? Nuk e di, domethënë është një pyetje e vështirë kjo, se mjekësia shoh veten se gjithmonë duhet ai përkushtimi im të mos jetë i ndalur, sepse mjekësia nuk ka fund. Edhe pasi diplomon, ti çdo herë duhet të jesh në lexim e sipër. Ndërsa këtu, kur jam për shembull, në fillore kur isha e pikëlluar apo e gëzuar, ato emocionet e tepërta unë i nxjerrja në muzikë, kompozoja këngë kështu. Kur u rita më e madhe, i nxjerrja domethënë në shkrime. Edhe tash të dyja i kombinoj, ndërsa mjekësinë e kam pjesë tjetër time. Tani, flautën merr ndonjë kurs të veçantë apo bën vetëm ushtrimet nga shtëpia, ashtu siç e ke mësuar? Po, vetëm ushtrime nga shtëpia, për arsye se kur I mësova notat, 2 vitet e para, nisa që edhe vetë t'i kompozoj këngët, sepse duhet kesh vesh muzikor për të kompozuar vetë këngë, edhe nuk e kam pas domethënë problem këtë pjesë. Shumicat e këngëve kur kam qenë dhe shkollë mesme të mjekësisë, që nuk kam pasur domethënë themi kurs private, siç thoni ju, I kam bërë vetë. Më tregoj se çfarë të jep flauta që nuk të jep shkrimi, si dhe anasjelltas? Domethënë, flauta, nuk e di, ajo është më shumë eksperimentuese. Si ta quaj, domethënë, kur dua të mësoj ndonjë këngë, jo vetëm nga këto shqiptare, por edhe botërore, domethënë që janë të njohura, kur dua më shumë e kam pjesë argëtuese, se kur e luaj në flautë, domethënë, unë edhe të shtëpis apo edhe shoqërinë I argëtoj, jo vetëm se edhe veten. Ndërsa shkrimi është diçka më e imja, më personale, ndoshta shkrimin mund mos e ndaj me tjerët. Ajo domethënë flen më shumë. Është direkt tek ti e lidhën. A ka ndonjë melodi që të ka shoqëruar gjithë kohës kur edhe ishe duke shkruar librin? Ndonjë melodi. Shif, libri domethënë ka edhe këngë, cilët unë jam inspiruar nga melodi, themi apo këngët që kam dëgjuar. Për shembull, është poezia Stoli Trëndafilave nga Alban Skënderaj. Ajo këngë domethënë nuk ka përmbajtja e këngës, e tekstit këngës nuk ka të bëje me poezinë që e kam shkruar unë, por ai inspirim që më ka ardhur, unë e kam transformuar në mënyrën time, edhe e kam shkruar, domethënë është titulli identik. Pastaj Si një shitike, Argentina Ramosajt edhe të tjera. Cila është poezia jute që ti e pëlqen më së shumti? Poezia kryesore Kurgon Gjaqeli. E ketë mund ta lexosh tani për publikun? Jemi kurioz ta shohim poezinë tënde të preferuar, ndoshta edhe me atë poezi edhe shikuesit do të ndjen edhe kurioz për ta lexuar të tërin librin dhe të na tregosh edhe ku ta gjejmë. Tani do të kisha pasur dëshirë që dikush të shoqëroj me flautën, përderisa do e lexoje poezinë. Ka shumë poezi, domethënë, edhe kam thënë gjithmonë nga që e kam stër editu apo stër redaktu librin, si ta quaj, nuk do të mund ta lexoja librin tim si I kam lexuar librat e autorëve tjerë. E kuptoj plotësisht. Sepse mendoj që kur e punon diçka vetë, nuk të vjen interesant ta lexosh sepse di përfundimin. Po. Kurgon Gjaqeli. Ajo ka vdekur më birë, zemra ime më shkrumbua hi. Vitet kalojnë, ajo nuk thehet, fotografia është ajo që më mbetet. Mos qaj nën se Zoti deshi ashtu. Nuk ka faj as ajo që meritoj këtë fund. Kush e di dhe ne si do mbarojmë. Po ti nga unë, një premtim do ta kesh të siguruar. Që nëse Zoti më fal një vajzë mua,
emrin e motrës do ta ketë të pagëzuar. Merita, identik do ta ketë venduar. Nëna shikoi djalin me dëmshuri dhe u mbështet në krahët e tij. Vitet kaluan dhe djali u martua. Zoti i dhuroi atij një vajzë. Gruaja e tij dëshironte emrin Gonxhe. Ai nuk mundi premtimin t'ia thoshte. Kur erdhi gruaja, të gjithë të risnin një zërshi me gëzim. Erdhi Merita, erdhi Merita. Gruaja e habitur për e dinte historinë. U pajtua me këtë vendim premtues. E bënte të njëjtën edhe ajo prej qiltërsisë. Emri Gonxhe i mbeti voglushe si nofk, edhe pse oficialisht nuk ju vendua dot. Kur u rit vajza më e madhe, ju tregua kjo histori. Asaj erdhi keq, nuk mund t'i ndante emrat, që të dy. Vendosi që të bëj një kujtim legjendar, emrin e dashur t'ia vendos librit saj të parë. Si autore, kur ta lexoj, të ndjej krenari. Kur në kopertinë të librit do të lexohet nga të gjithë, kur Gonxha Qeli. Çka fshihet nga kjo? Mos duhet ju ta gjeni? Gonxha, një poezi shumë e bukur. Po, e kam. Mundem të tras të kështu? Po, pse jo? Është me të vërtetë janë dy emra shumë të bukura dhe më emocionoi realisht, shumë bukur e kishe përshkruar në libër. Unë ende nuk e kam lexuar librin, por shpresoj që ta lexoj gjatë këtij vikendi. Kur Gonxha Qeli më tregon nëse do të ishte këngë, cila melodi do t'i ishte përshtatur? Melodi, ndoshta jo. Do të them me flaut. Ose cilën këngë do e kishe luajtur? Nuk do të cilësoja ndonjë këngë, sepse ajo është diçka shumë personale. Nëse do bëja diçka, do e kompozoja vetë një melodi që do më vinte po nga shpirti, do me thonë që ta kompozoja. Por që do t'ishte në zhanrin melankolik, do me thonë. Okej. Çfarë mesazhi do doje që t'ju jepje të gjithë të rinjeve që kanë talent por hezitojnë t'i ndjekin ëndrat e tyre? Unë besoj dhe mendoj që talentet do me thonë duhet që të gjenden apo shpalosen që nga fëmijëria. Edhe që nga atëherë të merren, do me thonë, njerëzit apo fëmijët në këtë rast, me ato talente, t'i zhvillojnë, shkojnë gara të ndryshme, edhe mos hezitojnë, sepse ajo çka është më e mira për ta e dinë vetë ata. Mos mendojnë se çka do thonë tjerët, mos mendojnë paragjykimet, do me thonë çka do t'i kenë, sepse nëse dëgjojnë fjalët e tjerëve, nuk jetojnë për veten e tyre, por jetojnë për tjerët, kështu që mos ndalen. Është shumë e vërtetë. Tani ti vetë se e bëre këtë libër, je duke përgatitur diçka tjetër tani në vazhdimsi apo po e shijon ende suksesin e kësaj? Njëherë po e shijoj ende suksesin, ende do me thonë nuk kam postuar tek faqja poezitë e mia, se ka shumë poezi, vetëm disa kam postu. Po e shijoj suksesin, mandej do postoj, ndonjë me thonë poezi nga libri, do fokusohem më shumë fakultet tashmë që kemi edhe provimet. Edhe jam në një parapregatitje, ndoshta të një romani. Po, shumë mirë. Çka do jetë? Nuk zbuloj. Do me thonë që të mbetet surprizuese. Nuk do zbulosh as pak i qik, në tregosh do jetë diçka histori nga jeta yte, dashuri, ndoshta do jetë një histori dashurie, romans, besoj po romans do jetë. Okej, atëherë në padurim po presim që ta shohim edhe romanin që do e përgatitësh. Më trego për përfundim çfarë synimesh ke dhe cilat janë ato projekte të reja që don të realizosh. Tani je i ke 3 fusha, më trego se çka po planifikon. Me pjesën e muzikës do me thonë nuk do ndalem, do marrë pjesë në për aktivitete që do më ofrohen, me pjesën e kompozimit këngëve, pastaj me librin si që potencova, do me thonë jam në para pregatitje, do me thonë të një romani, ndërsa tek pjesa e mjekësis kam goxha vite do me thonë viti parë mund ta quaj se kaloi, edhe 5 vite tjera kanë mbetur. Shpresoj shumë që të arrij, do me thonë, rezultate dhe suksese të larta në fushën e mjekësisë, edhe ajo për mua është një përmbushje shpirtërore. Merita, unë të uroj suksese dhe po shpresoj që të arrish të gjitha këto suksese që ti i dëshiron dhe ndoshta do të takohemi në takimin e radhës, do të vish këtu së bashku me romanin. Të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit tonë. Kënaqësia ime, faleminderit. Për përfundim do dua që edhe një herë të na shoqërosh me flautën tënde dhe t'ju themi shikuesve që kjo ishte biseda për sot.